Jam e smur me diabet, me zemër. Nuk ti numëroj dot për këtë momentin, jam e smur. Tani ke edhe këtë hall. Edhe ky ra akoma mirë kë. Ky më shëroi me mua. Ky halli i shtëpisë. Ky më shëroi tani. Ço të them? Erdha sot në konveti, kam 1 muaj atje, mos përndi, jo për ushqim, se shumë, për vjetin ishte skandal. Se nuk jam rritur, unë në dyshek me kashtë jam rritur. Po sot për sot me zi të rrgova shpinë. 66 vjeçaj. Unë nuk kam punuar, jo se s'kam punuar, po jam e smur. 66 vjeç, i ka akoma rripat këtu. Se punonte për vërishtat e tjerëve. Me çfarë ta ndërtoj u shpini me? Ta ndërtoj u me shkop? Se bëj dot? 190.000 lekë merë. Ta bukat, blej ilaça. Atë mirë tha, ka dhe në makaronerisë. Unë s'kam këta zirë. Ku ta zirë makaronet? S'kam lukun, s'kam të nxerë, asgjë s'kam. Po s'kam unë, me që ta zirë? Më ka dhe në ushqime, se nuk ja bëjmë dot. Ku ta zirë? S'kam shpi. Jam dhe emën, shu se e kam ne keqa. Se shkopi këj nuk mbajt për qef. Sot ku të flesh? Sot, qikojmë. Ka një motër këtu, do vete atje, të kunata. Qatë dhe? Atje do vete. Po të tjetëri, jo se se shë mirë kunata, po nuk jetohet.